Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se erdhët edhe këtë pasdite në Dita me ne. Sot do diskutojmë për karaten, kampionët tonë, të cilët me të vërtetë na bëjnë krenar në gjitha vendet ndërkombëtare, po ashtu edhe vendore. Dhe përkërisht për këtë temë kam nderin ta kem sot studio trajnerin, po ashtu edhe majurin e ushtrisë, Ketuar Rexhepi me 3 sportistët e tij. Përshëndetje. Përshëndetje Adeja, faleminderit për ftesën DTV-s edhe juve. Faleminderit që keni gjetë ku më ardhë dhe na keni pru këta talenta, ka është mirë sot në studio, Omerin, Petlën dhe Boran. Si po ndiheni sot ju këto? Mirë. Ketuar, atë fillojmë me ty. A mundesh më na tregu si ka filluar rrugtimi jot karate? Rrugtimi im karate filloi në vitin 2000, pra para më së 25 vitesh, në klubin e karate Studentin atko. Pra ka qenë një kohë shumë interesante, një kohë kur ne vetëm isha kështu fan si filmave të famshëm Jean-Claude Van Damme, filmi Kickboxer, Bloodsport etj. Edhe aty lindi ai fillimi i motivimit se si të arrijë edhe unë bona në karatest. Kështu që kam filluar në 2000-ën, pas luftës në Kosovë, në një klub i cili në atë kohë ka qenë shumë i suksesshëm, edhe ka vazhduar deri në ditët e sotme në aktivitete të ndryshme pa ndërprej. Çka e ka ngjallë interesimin? Interesimi ishte do të thotë sfida, disiplina, do të thonë e kam dorë gjithmonë disiplinën si faktor, edhe në karate e kam vrejtë që ka shumë disiplinë, ka shumë edukim, ka shumë vetbesim, ka zhvillim të karakterit, edhe këto kanë qenë ato që më kanë pëlqyer sportistë, kampion të ndryshëm edhe më kanë bërë mundi mirë që të jem edhe njëri ndër ta në të ardhmen, edhe kjo ka qenë ajo dëshira për m'u bashku kampionëve. Ju që nga viti 2001 merreni me këtë sport, pra që kur nuk keni ndalë? Asnjëherë realisht nuk jam dalë. Vetëm do pauza prej garave i kom pas, mirë po kështu me trajnime, me ushtrime, të kopashme nuk kom bën ndërprerje të përhershme. Si ka ndikuar tek kjo, pra gjithë kjo përvojë e gjatë, karakterin e ju, ndoshta edhe në rutinën? Po realisht karateja si sport është një traditë shumë e lashtë. Pak po flasë për historinë pak a shumë, rrjedh nga Japonia, do më thonë nga një vend që ka shumë disiplinë, shumë zhvillim intelektual, teknologjik, njerëz shumë të veçantë, edhe është më shumë traditë se sa vetëm sport. Në sport është fut më vonë. Edhe sot i kemi disa federata botërore të ndryshme të cilat e zhvillojnë dhe kultivojnë rregulloret, garat e këto me radhë për karaten. Karateja do thotë realisht rrjedh qysh herët, ka qenë domethënë e zhvilluar në kohën kur ka qenë shpata ndaluar më shumë, por kur kush thotë se ka qenë e zhvilluar vetëm në atë kohë, që do thotë ka ndoshta periudhë shumë më të hershme që karateja është e zhvilluar. Fjala karate rrjedh nga gjuha japoneze që në përkthem në gjuhën shqipe do thotë dora zbraz, pra nuk ke armë dorë. Luftën apo mbrojtjen apo sulmin ndaj një individi apo grupi të caktuar e bën pa armë, që do thotë të jenë një armë vet. Pikërisht duket se ndoshta edhe gjendjen mentale e forcon goxha më shumë karateja. Karateja në fakt zhvillon shumë inteligjencën emocionale. Kam përmend disa herë në për intervista, për shkak se ta mundson me njoft mas pari vetveten. Momentin kur ti e njeh vetveten, ti e njeh më lehtë edhe tjetrin apo rreten, apo tjetrën edhe njerëz që i ki për rreth. Që ta mundson me bëu gabime më të pakta, ta forcon karakterin, ta rrit vetbesimin. Domethënë jo vetëm sport, jo vetëm në sferat e sportit, po edhe në fusha tjera tjetër, që të bën një person më lehtë me komuniku, më lehtë me kuptu njerëzit, edhe më lehtë me bashkëpunu me palët. Ndoshta edhe një qetësi shpirtërore ka. Jashtëzakonshme. Qetësinë e bjen për arsye sepse te arrin shumë me bëu domethënë aktivitete gjatë trajnimeve. Mbi të gjitha mësojmë edhe respektin, që do thotë e para vlerë e sportit tonë, e karate si traditë, si sport, si aktivitet është edhe mësimi i respektit, sepse në karate gjithçka fillon me respektin dhe përfundon me respektin. Pra, ne para fillimit të çdo aktiviteti përshëndetemi në formën tonë sportive, cila na obligon me nderu, me respektu trajnerët, vetveten dhe dogjen. Dogja quhet vendi ku ne ushtrojmë. Do thotë salla ku ne ushtrojmë. Për sa kohë ne ushtrojmë, ne tregojmë respekt për sallën, për trajnerët aty që janë, dhe për sportistë, për njëri tjetrin, do thotë në vazhdimsi. Ju po ashtu jeni kampion kombëtar 3 herë në Shqipëri dhe mbi 10 herë në Kosovë. Sakt. Karrierën time realisht e kam filluar këtu, gjatë kohës kur Kosova ende nuk ka qenë shtet. Në vitin e largët 2001, pra mbi 25 vite tash janë boveç. Edhe 2002-ën kem shpall kampion për herë të parë në palestrën sportive Karagaçin Pej.
aty kam arrit titullin e parë të kampionit për ta mbajtur deri në vitin 2010 10 herë pa ndërprej, në kategori të ndryshme. Në grup mosha, në junior, kadet dhe senior apo kategori absolute. Që do të thotë 10 herë radhazi jam kampion i Kosovës. Ndërsa në Republikën e Shqipërisë, për shkak se jam i dekretuar nga presidenti Alfred Mojsiu në 2007 me shtetësinë shqiptare, kam drejtën e pjesëmarrjes dhe gjitha privilegjet e qytetarit shqiptar edhe në kampionatin kombëtar. Kam arrit në vitin 2014, shpallëm kampion për herën e parë, në vitin 2017 dhe sërish tazi pas 9 viteve pauzë, pa pjesëmarrje në asnjë garë, kam arrit me fitu prap titullin e kampionit kombëtar Shqipërisë për vitin 2026. Cili mund të më thonë që ka qenë moment që ju jeni ndihmë më shumë të krenar me vetën? Konsistenca, mbajtja e titullit për një kohë të gjatë. Ka qenë njëra që më ka bo mundi shumë mirë, pra mbajtja e titullit kampionit në aktivitetet ndryshme në nivel kombëtar, por edhe ndërkombëtar, sepse garat në cilat ka marrë pjesë kanë qenë edhe nivelit ndërkombëtar, që përfshin domethënë regionin e Ballkanik, Kupa e Ballkanit për fëmijë, Yoshitaka Open, Solidarność Open që kanë qenë turnire në Maqedoninë e Veriut, po ashtu kampionatet kombëtare brenda Kosovës, pra ndër vite, nga viti 2002-2010, si dhe kampionatet kombëtare në Republikën e Shqipërisë në vitin 2014, 2017, 2026. Por veçanta e gjithë këtyre ka qenë, muj me thonë që më ka impresionu me suksesin tim viti 2026, rikthimi i titullit kampionit, mbajtja realisht e tij pas periudhës 9 vjeçare pa aktivitet garus. Do thotë kam arrit pas 2017 dhe 2014 me fitu prap titullin kampion i Kosovës. Kampion i Republikës Shqipërisë. Si çfarë ndjenje patët kur u rikthyet me titull? Po titulli kampionit kombëtar të Shqipërisë përbën veten një diçka shumë veçantë. Pas ishte një strong back me thujt, një kthim i fortë në arenën kombëtare shqiptare, në garën më të madhe, eventin më të madh kombëtar për karate në Shqipëri. E veçanta e gjithë kësaj ishte ajo rikthimi i fuqishëm, saqë shumica e mexhve, dashamirëve, kolegëve, shokëve të mi nuk e kanë ditë as që po shkoj me marr pjesë. Një pjesë shumë e vogël e njerëzve kanë ditë se unë po shkoj me marr pjesë në kampionat. Kuptohet e kanë ditë disa pjesëtar të klubit kur tash jam trajner, klubi i karates luftari, studentë me disa nga ta e kanë ditë. Edhe ka qenë një veçantë sepse gjithë ju kanë gëzuar këtij titulli, duke filluar nga familja, nga shokët, nga kolegët, edhe nga miqtë e mi. Pasi që i përmendë studentët e tu, do të kalojmë edhe të këta. Atëherë po fillojna me felën. Si ka nisë rrugtimi jotë? Rrugtimi që ka nisë prej 2005. Po? Çka të ka inspiru me vazhdu edhe me shku ndoshta edhe në provat e ndryshme? Unë e kam vazhdu sepse më ka pëlqyer shumë. Çka të pëlqen mas shumë të ky sport? Të ky sport më pëlqen mas shumë të kota. Diçka tjetër? Dhe lufta. Pra, ndoshta edhe mbledhën kështu është një aktivitet i cili kështu... Do të nërlidh ma pak të Perla. Perla është në studentet më disiplinume që unë realisht e kam klubin e karates luftari si trajner. Perla ndoshta edhe është vetëm 7 vjeçare. Edhe shumë e rej, pra i ka vetëm 7 vjet, po është shumë respekton edhe shumë e dën karaten, e dën sportin, ka do me thonë një ambicje shumë pozitive, shumë e respektueshme për rrethin, edhe trajnerin këtë ras mu më dëgjon shumë. Do të thonë, nëse unë e vrej që Perla o lodh shumë, edhe thot, atë ndikush në shtaj me lodh, trajnera muj me pauzu, Perla është e gatshme me vazhdu dhe nëse është e lodhën, me vazhdu trajnimin, me bokatat edhe sari ja kërkan trajneri, po gjithmonë pe kujtoj këta, kjo është një disiplinë, është i vetë mohem, një vetë iniciativë që Perla ka arrit, edhe disa student tjerë, do thot, jo vetëm kjo, që i kam këto, këta punojnë shumë, po në fund për ju shpërblet me medaljet, që tani, si shpërshin e vetë Perlen, Perla ka fitu përveç kampionatën e Kosovës medalje, ka fitu edhe në Ulqin, tani kanë qenë këtë të shtunë që janë pas, ka qenë Ulqini Open një turner ndërkombëtar, edhe ka arrit me fitu medalje në arit në atë turner. Po ashtu e kemi edhe Omerin, cili është medalist atje, po ashtu edhe Borën. Do të thotë këtyne nuk ju ka mungu suksesi, sepse kanë tregu disiplinë, e kanë dëgju trajnerin e vetë, edhe kanë qenë gatshëm me punu për te limitit sa kanë mujt që me arrit suksesin. Më bën mundi shumë krenar faktit që jo vetëm unë tash që jam kampion, po studentët e mi kanë arrit me marrë titull kampionit jo vetëm vend, po edhe në region. Po gjithmonë është edhe ajo ndjenja që studentët du të me qenë edhe më i mirë se mësuese. Synimi im është atë, pikërisht, se edhe tash për këta mendoj më shumë se për veten. Perla, si u ndjeve kur u shpërbleve me medalje? Kur u shpërbleve unë jam ndi shumë mirë.
Cili ka qenë ai reagimi ndoshta edhe prej prindve, shoqërisë? U konë shumë mirë, më kanë shpërblyer me sene të ndryshme. Po, pra, gjithë pësoj ko kanë gëzu. Atëherë po kalojnë atë Bora. Bora si ka fillu rrugtimi jotë këtë sfarë? Rrugtimi jam ka filluar kur jam 4 vjeçare. Babi jem ka ushtruar në karate dhe më ka marrë. Edhe taj me 5 vjet ja kanë filluar edhe të ushtrosh, po. Po, të ushtër në karate. Edhe prej atëherë më ka pëlqyer shumë karate dhe A mundemi me thunë që është diçka trashëguese? po. Pra edhe ka qenë një aktivitet me babin që i keni bo, edhe ju ka lidhë edhe ma shumë. Po, në karate jam që 6 vjet, edhe sot i kam 11 vjet. Për shoh edhe ju e keni një medalje. Po, unë gjithsej kam për mbi 30 medalje, edhe jam një kampione jam e Kosovës, edhe tani është duke kam mbajt një gare në Turqi në maj dhe më kanë ftuar atje. Dhe jam duke ushtruar maksimumin që të fitoj atje. Si u ndjeve kur e more ftesën? Shumë mirë. Pra, pas kam fillu që tani përgatitje dhe kështu, e keni marrë goxha seriozisht. Po. Kalum të komere? Përshëndetje. Përshëndetje. Si ka njësë rrugtimi jotë karate? Rrugtimi janë ka fillu prej moshës 5 vjeçare. Pra, në fakt, gjithë shumë 3 kanë fillu, a? Gjithë kanë fillu 3. Unë prej moshës 6 vjeçare, kom fillu me marrë pjesë në gara. Gara jam e parë, unë jam shpërbly me vendin e parë. Pra, që nga gara e parë, keni arrit një sukses. Po. Si jenë din garën e parë, a ka qenë pak stresuse, kështu? Po shumë se ka qenë hera e parë për mu. Pastaj, pas garës parë, si ka vazhdu, a keni pas, Po. të tani vetë besim dhe matematë, që këtë gjithmonë keni marrë medalje? Po tani kom vazhdu me gara ma të rëndësishme si kampionati shtetëror, Ballkaniko, gara barë kombëtare e tjerë. Cila është një garë që ndoshta aty të kalon mbresa më së shumte? Kampionati barë kombëtar. A mundesh me na tregu pak për atë eksperiencë që ka shku çdo sa? Po, në ato e kom marrë vendin e parë në disiplinën e luftave. Ato ka qenë shumë vështirë se ka pas edhe garus tjerë në për shtetet të ndryshme. Po, pra, është goxha një konkurencë e madhe, apo jo? Jashtëzakonisht. Realisht kampionati kombëtar nivel Kosovës edhe të Shqipërisë janë gara nivelit lartë kombëtar. Pra, gjithë sportist në këto kampionate, tentativën kryesore kanë me tregu veten maksimalisht. Qëllimi është që mu kualifiku, që të marrin pjesë në kampionatin ballkanik, europian dhe kampionatin botror. Klubi jonë realisht momentalisht është duke u përgatitur për kampionatin ballkanik, që një pjesë jonë e garuzve madhe do të shkojnë edhe të marrin pjesë edhe atje. Do të realizohen në Turqi, edhe kuptohet për gara tjera ndërkombëtare, cilat nuk ndalin fare në kalendarin tonë të garave, si brenda vendit, po ashtu në regjion, Maqedonitë Veriut, Malzi, Shqipëri, apo edhe gjetë ju domethënë në përbot. Për arsye sepse kjo është një sport që t'i hap rrugë ndërkombëtarisht. Nëse marrim sportet në mënyrë globale, renditjen e sporteve, karateja mendoj, nëse nuk gabojmë renditet në top 10-she. Pra, ka disa stile, stili jonë me cilin ne merrem është stili Shotokan. Edhe renditet do thotë në top 10-shen e sporteve globale. Më të veçantë që e bën karaten për sportet tjera është sport individual. Nëse në një sport si kur është basketbolli, futbolli, kërkohet investim shumë i madh. Në karate, si shpeshini, ne jemi njerëz që jemi shumë më modest se sportet tjera, për arsye sepse ne i kemi këto veshjen tona që quhet karategi, edhe kjo është investimi që kërkohet fillimisht, brezi dhe karategit edhe me ushtru. Edhe kuptohet investimi në DNA-n e sportit edhe në aktivitetin teknik që kuptohet nxënësat e fitojnë ndër vite. Fillohet me brezin e bardhë, pra kur fillon fillim, vazhdohet pastaj me breza të tjerë deri te brezi i zi që është mjeshtri i karates. Si ndjeni kur ndoshta e shqeni që po kanë studentat e juve arritje të mëdha,
dhe po përgatiten ndoshta për garën tjetër më njëherë, sepse i përmendëm që kalendari është i mbushur me gara. Gjithsesi, përveç që suksesit që ti arrin si trajner ndër vite, si vetë ke qenë sportist, kur kalon të nxënës edhe shes suksesi që nuk pi mungon, flet edhe për punën që bëhet nga trajnerët, jo vetëm nga unë, por nga gjithë trajnerët në Kosovë dhe në Shqipëri. Pasi që karateja në 2 vendet tona është shumë e zhvilluar. Pra kemi trajnerë të jashtëzakonshëm. Kosova dhe Shqipëria kanë trajnerë, më me thonë, ndër më të mirë në botë. Punojnë shumë me nxënës, edhe si trajner ndihem jashtëzakonshëm mirë kur e shoh që suksesi nxënësve të mi nuk i mungon. Studentët e mi janë dalluar. Përveç se janë suksesshëm edhe do të thotë në gara të ndryshme, në kampionate dhe sjellin medalje, sukseset të jashtëzakonshme individuale apo edhe në ekipore, këta janë dalluar edhe në shkollim edhe në mësim, janë dëgjueshëm, i respektojnë prindrit, i respektojnë njëri tjetrin, anëtarët e klubit. Edhe kjo bën mirë se ne punojmë edhe në ngritjen e tyre, do të thotë edukimin e tyre, jo vetëm sportiv, por edhe në disiplinë, zhvillohet karakteri i tyre, vetbesimi. Ndoshta edhe koncentrimi, për shkak sepse është një sport i cili me të vërtetë të ndryshon si person, a? Realisht karateja zhvillon edhe të mrej si karakter, më shumë ndoshta se disa sporte tjera. Pasi është me gjithat ne mundohemi të jemi shumë paqësor, pasi që karateja nuk e ka qëllim vetëm fitoren apo humbjen. Në filozofinë e saj nga mjeshtrat e mëdhenj nga Japonia, ne kemi mësuar që karateja qëllim kryesor ka forcimin e karakterit. Nuk është gjithmonë qëllimi me marrë një medale, me marrë një brezëzi, apo mi kalu provimet, por qëllimi kryesor i karates është edhe forcimi i karakterit. Do thotë ty të zhvillon karakter, bën një njeri shumë të moralshëm, shumë të ndershëm, në shoqëri, në familje, apo edhe në institucione. Je një ambasador, je një prezantues i rregullt i familjes tënde, i identitetit tënd personal. Njerëzit dojnë shumë si sportist, sidomos kur je kampion, ti hapin dyert në institucione, të respektojnë shumë. Pastaj familja fiton respekt më të madh, që do të thotë sporti i hap rrugë edhe shtetit, prezantimit shtetëror në arena ndërkombëtare. Fillon nga vetja, pastaj fillon domethënë me prezantu edhe vendin tënd. Do të thotë është një privilegj i jashtëzakonshëm të jesh sportist, të jesh kampion, apo të jesh edhe vetëm medalist, pa qenë fare kampion. Pasi ty zhvillon shumë në aspektin moral, zhvillimit brendshëm. Tani më viteve të fundit e kemi bërë që me të vërtetë rinia jonë po na bën krenar në arena ndërkombëtare, sidomos në sport, po ashtu dhe muzikë, në gjitha fusha duket. Pavarësisht drejtimit definitive, kemi mendoj një popull shumë fisnik. Populli shqiptar gjithmonë ka qenë tregues edhe prezantues i mirë, jo vetëm brenda vendit, po edhe në Evropë. Unë ndihem shumë krenar që kam lindur dhe jam shqiptar, edhe zakonisht këta e barti me vete krenarinë kombëtare në çdo institucion, çdo prezantim kudo që jam nëpër botë, sepse kombi jonë kam shumë i mirë, jemi njerëz shumë fisnik, pavarësisht se jetojmë vende të ndryshme. Kudo që kam taku shqiptar, dyert e tyre gjithmonë kanë qenë të hapura, gjithmonë më kanë ofruar ngrohtësinë e familjes, gjithmonë më kanë dashur, më kanë respektuar për këtë që jam. Edhe kuptohet, kjo ka reflektuar në sport, jemi shumë më të mirë se disa shtete tjera, jemi të dalluar, jemi kampion, jemi të respektuar, dimë respektuar edhe refert e huaj. Në arenën ndërkombëtare kemi treguar rezultate të jashtëzakonshme. Unë kam shumë që i kanë edhe fëmijë tash, që kanë qenë sportistë me mua, bashkë kemi kaluar një kohë gjatë, periudhë shumë gjatë. Sot i kanë fëmijët, vajzat, djemtë e tyre të dalluar do të thotë në arenën ndërkombëtare. Edhe më bën fakti me qenë shumë krenar për këto. Tani më dua të fokusohem tek bora. A mundesh me na tregu për eksperiencën tënde të parë që ty të kalon breza të mira? Po, unë me 10 vjeçare kam punuar kata, po pastaj i kam parë dhe të tjerë të cilët janë duke lufta, dhe pastaj me 10 vjeçare ja kam filluar edhe të punoj në lufta. Me krahasu vetën, ndoshta prej fillimit që ke participuar në këto gara, në do më thonë aktivitetet ndryshme lidhur me sportin e karates me tash, cili është ai dallimi edhe pse rrugtimi sa ka filluar? Po, përpara kur jam qenë e vogël, karateja më ka pëlqyer, por s'kam pas edhe shumë suksese, po duke u rritur dhe duke u shtruar më shumë, me ndihmën e trajnerit tim edhe garues të tjerë, shokët dhe shoqet e mia, jam në sukses më të madh. Jo, duket se mbështatni njëri tjetrin, pra goxha shumë jeni vu si një familje. Po. Gëtuar, deshta më fokusu edhe një herë të këtë.
Cilat janë ato vështirësit më të mëdha në këtë sport? Sepse Kështu, i përmendëm anë pozitive, por edhe ato vështirësit se cili çdo gjë në jetë ka. patjetër. Ne realisht zhvillimi i shpirtit luftarak, karateja do thotë është ma shumë është një traditë dhe art, pastaj është sport. Nga ana ime si mjeshtër i karates, kam pa disa sfida, do me thonë ndër vite, cilat kam kalu si sportist, cilat janë, do thotë, ndër vite ndryshojnë. Unë kur kam operu si sportist në Kosovë në vitet 2002 deri në 2008 apo 10, në atë kohë Kosova nuk ishte shtet i pavarur, do thëtë, ende nuk ishte shpall shtet i pavarur me pavarësinë që e fituam dhe shpallëm 2008-ën. Mirë po, trajner ton, aq kanë qenë të mirë, aq kanë punu shumë me neve, sikur se punojmë ne sot me gjeneratën e re, nuk na kalon kur mu mërzit për sfidat se çfarë po ndodha, kemi vështirë me marrë një sallë, është salla ngrata eftaft, gjithmonë motivimin që na i kanë dhënë neve, ka bo me harru ato sfida, sepse në atë kohë, ne ishe me kushte pak më ndryshe se sa janë sot, pak më sfiduse. A mendoni se është përmirësu tashmë gjatë viteve? Me kalimin e kohës, pasi tash edhe Kosova është shtet dhe antarësumen edhe në organizatat ndryshme, e ka bo me të letë edhe punën e sportistëve, trajnerëve, klubeve, edhe është një koqire e aktiviteteve të shumta dhe vetë si federat. Kosova, po ashtu dhe Shqipëria. Edhe kuptohet që mendoj që janë sot sfidat janë më të vogla në aspektin teknik apo organizativ. Në kaluamën për shembull ka pas sfida më shumë buxhetit e këto, si më organizu një udhëtim, një seminar, mirë po prapë po them, asgjë s'na ka mungu. Për shkak se trajnerët ton kanë qenë aq të mirë, aq të fokusuar në zhvillimin ton, edhe mendoj që neve nuk na ka mungu kur gjodën atë kohë. I kemi të i kalu sfidat bashkë edhe ja kemi dalë me kur suksese si në vend ashtu në regjion. Pikërisht. Tek pjesa e lëndimeve janë këtu ndoshta më të rralla, më të shpeshta? Pikërisht edhe lëndimet janë pjesë e sportit. Kjo është një sport, pra duhet me kuptu edhe prindërit, në këtë rast edhe ne si trajner, po edhe studentët. Ky është art marcial, pra është sport luftarak. Gjithmonë mundet me pas lëndime, gjithmonë mundet me pas zgjatjet muskujve, sepse lëvizjet janë high performance movements, si i quajmë në anglisht lëvizjet performancës lartë. Pra ka lëvizje aq shpejta sa që ndonjëherë thuhet me veten si komujt me bukët lëvizje aq shpejt. Kur e shet xhirimin apo videon, sidomos në kata ku jem specialist tonë në këtë rast, ka lëvizje të shpejta në performancë të lëvizjes që ti thu si mujta me realizu. Edhe aty mund me ndodh lëndimet hiç pa kundërshtar. Po ashtu gjatë luftimit në komite, që është tjera disiplinë, mund të ketë goditje nga pakujdesia, nga forca e teprume, edhe mundet me marrë lëndime garusi si ngara, po ashtu edhe gjatë stërvitjes. Kihoni, teknikat, që është njëra disiplinë që ushtrohet bashkë me këto dyjat, janë teknikat individuale ku karateistja përgadit veten për kata dhe për kumite, për artin e luftës që është karateja. Edhe aty mundet me pas, për arsye se edhe aty ka dinamik lëvizjeve shumë të shpejta, që kërkohet me i bo mënyrë sakt, precize, në kohë dhe në hapësirë. Mendoj që lëndimet janë të parandalueshme kur ti bën ngrohje të mira para fillimit të aktivitetit, përdor një dietë ushqimore të mirë që mbështet aktivitetin muskular dhe mendor, edhe ki një orar gjumit të rregullt si sportist, edhe ki një performancë fizike të mirë dhe dalluar dhe të përgatitur për sfidat e karates. Sepse karateja është sport luftarak, pra gjithmonë duhet me ditë që lëndimet janë pritshme si në çdo sport, por si trajner, si sportist gjithmonë duhet të parandalojmë edhe të gjejmë teknika, të gjejmë këshilla të tilla që sportistët tonë të përgatitim që lëndimet të jenë sa më minimale. Pasi që në lëndim i vogël mund t'i kushtojë edhe me karrierë sportistit apo periudhë të ndërprerjes së aktivitetit. Ndoshta edhe një demotivim. Edhe ndoshta ndonjë demotivim për shkak se s'mundet me marr pjesë në kongora, pastaj duhet rikoperimi edhe kthimi i aktivitetit me ndihmën e trajnerit. Pikërisht tash nëse ndodhin këto aktivitete, ne kemi shumë proces apo program tillë që të dimë se si ta kthejmë sportistin në formë sa më shpejt. Pasi që punojmë, domethënë kohë të gatë këtë profesion sportiv, edhe është një kënaqësi me ditë edhe me kthy sportistin sa më shpejt në formë, që ai të jetë i gatshëm për sfidat, për garat, edhe nëse ka pas ndonjë lëndim. Pikërisht e përmendëm edhe regjimin ushqimor, që është diçka goxha e rëndësishme. Natyrisht, për shembull, po nista nga vetja, nana tona shqiptare kanë shumë këtu talent kuzhinën, edhe është shumë interesant se unë shpesh nanës time iki nga ushqimi për arsye se ka disa kalori të tepruara në ushqim,
që unë ndoshta ju kam kujdes atyre, si që janë ëmbëlsira të ndryshme këto, më thoni kam largu krejt ëmbëlsinat prej përdorimit që një kohë gjatë, edhe pse nuk jam sportist 100% aktiv si sportist tani që janë më tri, unë prap kujdesem për shëndetin që të kem, do me thonë, një performancë fizike sa më aktive në sallë, në karate, në trajnim, edhe të jemi gatshëm për çdo sfidë që më pret në aspektin fizik në sport apo edhe në jetën e përditshme. Po pikërisht sepse dhe studentët jo jeni shembulli më i mirë. Absolut. Dhe nëse e shohin studentët një trajner i cili me të vërtetë është shumë i përpikt në punën e tij, atëherë nga kanë medalje. Është ashtu Adeja, pikërisht edhe fjala e disiplinës që përmende, sepse unë e dinë edhe studentët e mi, shumicën e kohës kur jam aktiv në sallë, unë nuk shkoj pa këto uniformën e karates, që quhen karategi, gjithmonë jam i kompletuar, gjithmonë jam disiplinuar, edhe kam brejt që kanë pa shumë një sy të mirë edhe student, po edhe prindrit këtë rast, për arsye se gjithçka shihet. Karateja është disiplinë, është përkushtim, është traditë dhe ti duhesh me mbajt ato nëse do të marr me pas sukses, si të studentat, si të programi që je për trajnere kështu me radhë. Këtu edhe bashkëpunimi me prindrit është i rëndësishëm. Prind realisht, unë mendoj që prind e lu një rol shumë keq, për arsye se këta janë tri, do të thotë Perjen e kemi 7 vjeç, Omeri është 11 dhe Bora 11 këtu. Kam student moshës Perles në klub që merremi me ta si klub, më të vjetër mosh kuptohet, edhe prind e lu një rol shumë të madh zhvillimin e fëmijëve. Po unë mendoj se guximi më i madh i prindve tonë është që me na leju më marrë me këtë sport, për shkak se ka dhe sfida për familjen, për shembull duhet me pru fëmijën me përcjell sepse janë 3 mosh, nuk lehet vet. Mirë po ajo pi u shpërblehet mendoj. Fëmijët e tyre po zhvillohen shumë mirë, po largohen do të thotë nga rruga, pasi që rruga nuk sjell të mira për fëmijën. Ka aktivitete që na i shohim edhe kriminale të ndryshme për çdo ditë media, edhe ne fëmijët tonë do t'i largojmë nga ato aktivitete dhe t'i drejtojmë drejt disiplinës, drejt sportit, siç është karateja, sepse ju ushtron një disiplinë, një vetë kontroll, edhe një të quaj kështu një vetë kontroll emocional. Sepse ne kemi luhatje të ndryshme, domethënë gjatë jetës përditshme në profesion, në familje, sa i përket ndoshta edhe emocioneve. Karateja ta ushtron edhe kontrollin e emocioneve, reagimin, domethënë të bën një person shumë kujdesshëm që mos më lëndu tjertë, mos më dëmtu tjertë edhe emocionalisht apo edhe fizikisht. Karatisti në farë forma apo karatistja posedon aftësi luftarake shumë të mëdha. Ndoshta me një goditje 2 përfundon punë shpejt me një kundërshtar, por ne gjithmonë e llogaritim edhe anën e përgjithësisë, edhe u mësojmë edhe studentëve që me pas kujdes me njerëzit, mos me përdor forcën pa arsye, nëse duhet patjetër me përdor vetëm për mbrojtje. Sepse ne punojmë shumë edhe me zhvillimin e moralit të trit, edhe aspekti i zhvillimit personalitetit ka lënë po ashtu në për rrugën e sportit. Jo vetëm të ne, po mendoj se secili sport promovon edhe vlerat morale dhe të karakterit njerëzor. Pikërisht, pajtuam plotësisht në këtë pjesë. Po ashtu edhe të arë, për shumë që tavolina këto është e mbushur me kupa, po ashtu edhe me certifikata, cilat do doja me e martë dhe me nga tregu se çka janë. Nëse, po, pa tjetër, masi po insistoni, do të shkojmë një nga një. Po fillojmë me certifikatën e parë. Kjo është realisht kampionati kombëtar i karates, i cili është realizuar me 28 mars 2026 në palesrën Aslan Rusi në Tiranë, nga Federata Shqiptare e Karates. Në këtë kampionat e kam prezantuar klubin e karates Partizani nga Tirana, ku e kam prezantuar edhe 2 herë radhazi më herët, 2014-2017. Kjo medalja 3 e arit, apo jam për herën e 3 i shpallur kampion i Shqipërisë për klubin e karates Partizani. Kjo është edhe medalja që është për këtë kampionat që mu ka dorëzu pas fitimit titullit. Certifikatën e dytë e kam nga VTKA, World Traditional Karate Association, dega në Europë, është licenca për trajner, që do thotë jam trajner i certifikuar tash edhe me një diplom, që ma lejon me mbaj trajnimet karates të ndryshme, seminare apo aktivitete bashkë me trajner tjerë në përbot. Jo vetëm në Kosovë, edhe në Shqipëri. Këtu, për shomi që është diploma nga Federata e Karates e Shqipërisë, ka të bëj për brezin e zi, sepse brezi zi fitohet me një dan herën e parë. Mirë po, me kalimin e viteve, mjeshtri ka në provime tjera, si që shkalla e 2, shkalla e 3 dhe këtë rast shkalla e 4 që tash e kam marrë ishtazi të hënën e kaluar në Tiranë. Kjo është diploma nga Federata Shqiptare e Karates.
për Brezin e Zi 4 dan. Duke goxha madhështore. Edhe kjo, po, edhe kjo është e njëjta, por realisht është nga World Traditional Karate Association, që jepet domethënë nga kjo federat, edhe është realisht edhe në nivelin e kësaj federate, përveç nga Federata Shqiptare e Karates. Këto e do të thotë ndërkombëtarisht realisht njohme si nga Federata Shqiptare, po ashtu edhe nga kjo World Traditional Karate Association, që na veç jemi ju kam nështru këti provime. Së fund, një doja të fokusohem të këta 3 ylla tonë këtu në studio. Cila është ëndra juaj? Pra, filloj me Pelën. Ëndra ime është për të marrë shumë venat e para. Kjo është më rëndësishmja dhe po besoj që do të arrini për shkak se jonë këtë mush ka është vogël dhe e keni marrë goxha të medalje. Vazhdojmë ty Bura? Ëndra ime është që të bëhen kampione e botës, të më njohin të gjithë. Omer? Ëndra ime është që të bëhen kampion ballkanik, pastaj evropian dhe botror. Gëtuar, cilë do të ishte mesazhi juaj për gjitha ata të rinj që kanë interesim për këtë sport, po ashtu edhe ndoshta prindrit që po e vrejnë një talent tek fëmijët e tyre? Mesazhi im si trajner realisht është që fëmijët tonë të kenë vullnet edhe më të madh me u bashku sportit karates, sidomos prindrit e luni real kjo që mendoj këtë drejtim. Për arsye se siç e përmenda më herët, karateja zhvillon karakterin, jo vetëm që sjell medale, edhe të bën të famshëm nëpër botë, nëpër Evropë, apo edhe në regjion edhe në vendin tonë. Karateja sjell edhe suksese për zhvillimin e individit. Në këtë rast do të thotë zhvillon karakterin, inteligjencën emocionale, përgatit për sfidat e të ardhmes, zhvillon vetbesimin, pasi që te e një kundërshtarin me përvojat që ndeshesh me të, apo me aktivitetet që i kin kata. Si që përmenda më herët, ne mbështesim edhe ëndrat e sportistëve tonë që i kemi këto, që ata të arrijnë suksese sa më të mëdha gjatë karrierës tyre. Ne punojmë me ta që këta të jenë kampion jo vetëm në Kosovë, apo në regjion, po sjellin medalje në kampionatet ballkanike, sepse kampionati ballkanik për ne ka një rëndësi shumë të madhe, është një region bukur i madh, apo siç e quajmë Western Balkans kështu. Është një territor bukur i madh, mbulon shtete me një traditë bukur të mirë sportin e karates. Shqiptarët këtu kanë arritur me tregu veten shumë. Po ashtu kemi pjesëmarrjen edhe në gara të ndryshme europiane apo edhe botërore. Synimi jonë është që me bëni fëmijë më të suksesshëm se sa kur vjen te ne. Apo ai kur rritet me pas një karrierë të bujshme, që edhe në jetën ti profesionale, kudo që e ka apo të saj, në karrierën që e ka në jetën tjetë civile, të jetë shembull edhe për tjerët. Pasi që karateja jo vetëm që bën suksese si që ceka, po zhvillan personalitete. Pra bën njerëz suksesshëm edhe më të suksesshëm. Ne si klub dallohemi edhe me turneun që organizojmë për herojnë tonë kombëtar, Zahir Pajazitin, i cili mbahet do të thotë këtë tetor, do të mbahet këtu në Prishtinë, edhe do të jetë turner memorial ndërkombëtar ku vinë nga vende të ndryshme, edhe marrin pjesë me nderu figurën e herojit tonë kombëtar Zahir Pajazitit, i cili ka ra për lirinë e Kosovës bashkë me Akif Zojnullahun edhe Edmond Hoxhën. Kështu që ne domethënë përveç që merremi me këtë sport, ne nderojmë edhe figurat tona heroike, nderojmë njëri tjetrin, edhe kuptohet i bojmë më të mirë karatistë tonë që vinë atje, sepse këta të gjithë përveç që punojnë për vete, mund bojnë krenar mundi se kanë zhvilluar vlerën e respektit. Se kanë fillim karateja zhvillon shumë respektin. Edhe respektojnë trajnerin, respektojnë klubin, po kuptohet edhe Kosovën kudo që janë dhe na bojnë mundi krenar të gjithëve. Pikërisht. Atëherë faleminderit shumë që ishit në studio, po besoj mi prekëm gjitha pikat kështu ka pak, sepse dhe ju e keni pas një karrierë goxha të vojshme, po ashtu edhe këta sportista tonë këto, cilët ka që tri, ka që vogël dhe kanë marrë shumë medalje. Faleminderit shumë Adeja, falenderoj juve, redaksin e juj, televizionin e juj për mundësinë që mi promovu jo vetëm vlerat e mia si trajner, apo edhe kampion aktual i Shqipërisë, por edhe vlerat e kampionëve të ri që kanë synime shumë të mëdha për vetveten edhe me prezantu vendin të ardhmen. Pikërisht. Faleminderit shumë. Atëherë dashur shikues, kaq kishim për sot, mos harroni të riktheheni nga hëna në të premten çdo pas dite në Dita me ne. Dhe deri në takimin e radhës, mirupafshim.